kanë ndryshuar kriteret për misat, për bukurin. Nuk ka pas atëherë ndërhyrje. Sot ka shumë ndërhyrje edhe të vajzat e reja. Duhet një mis zgjedhet nëse ka ndërhyrje sipas teje? Tash është trendi kjo ndërhyrja e këtyne gjonave, qofte operacione plastike, qofte këtyne botoxe, fillere, këto që ka janë, po mendoj që një mes duhet me u zgjedh ashtu siç e ka falë Zoti. Unë mendoj ashtu. Se për ndryshe atëherë nuk është se ti je zgjedh prej bukurisë tënde, po faktikisht ka zgjedh ka bo doktori. Ka bo doktori. Kështu që mendoj që naturaliteti gjithmonë është maj mirë se sa kur kalon gjana ekstreme. Nuk jam kundër këtyne gjanave, absolut, përveç se jo me shku në ekstreme. Ashtë Me mbet gjithmonë ajo. Është e pru, po si duket janë vedisu tash. Kone fundit po shoh edhe po dëgjoj plot vajza që po i shkrin ato. Që i kanë të pru? Që i kanë të pru. Oke, mirë që ka mundësi. Si ishte t'jesh mis dhe pastaj t'jesh e fejuar, t'jesh e martuar, t'jesh në lidhje? Se e vështirë kjo pjesë e menaxhimit? Pak ka qenë e vështirë në fillim. Normal, se kom qenë e re dhe normal i fejum një jam në atë ko burri jam tash ka qenë pak gjeloz, kuptohet ajo me pas të fejumnën me titull edhe me ju afru krejt me njoft, me i fol, po me kalimin e kohës e ka kuptu që kjo gjo është shumë e mirë për mu edhe për ato, mandej ka fillu edhe më përkron çdo hap jetës tam që e kom po unë. Ka në i moment kur gjelozoj për një me shumë kështu? Ka pas, ndashta po s'po më kujtohen kështu në konkrete. Ka shku ko? Ka kalu ko. Si kur t'ishin rrjetet sociale, do t'ishte më e lehtë apo më e vështirë për bashkëshortin? Jo, po mendoj... Se tash në rrjetet sociale gjithkush, nëse atëherë dikush ta kalshu në i fjalë, tash janë me 100 komente, me 1000 komente. Po... Me rëndësi është kur e ke besimin, atëherë s'ka që ka me u dyshu aty. Besimin gjithë e kanë, po kur ngacmon dikush, gjithë burrat gjelozojnë. Po, gjelozojnë, po kur gruaja s'ja kthen ose nuk reagon. O, s'ka vaj gruaja.